nuk fitoni do të zgjedhje, në qoftë se nuk do të angazhoni kartelet e drogës të pojave e shtërpojave, se ju kur nuk do të fitoni do të zgjedhjet. Kur nuk do të fitoni do të zgjedhjet, po fitoria do ishte e Partisë Demokratike, në qoftë se nuk do shndroni administratën në falangat krimit elektoral, në qoftë se nuk do të shtonin shtetin në shtet elektoral. Jeni të humurit e mdhej, dhe ne do të nxjerrim nga pushteti me çdo mënyrë. Partia Demokratike do rikthej votë e lirë. Zoti Ardit Bido ka kërkuar fjalën për replikë. Doktor, e para e kuptoj që kur përmend dikë si çam ortodoks mund ta kesh problem, mbi thelbin do të flas pak më vonë, por sot ai që është thelbi thelbeve në fjalën tuaj ka të bëjë me kujt duhet i shërbejmë. Duhet i shërbejmë Shqipërisë apo shtetësisë së dytë apo tretë që kemi. Dhe kjo ka të bëjë me këtë raport. Sepse në këtë rast, ju keni pasur humbjen më të tmerrshme të emigrantët, veçanërisht në Greqi, sepse vendosët që të shkonit atje, të flisnit nën flamurin grek, me hymnin grek, dhe me një person që shteti grek e ka akuzuar si të ishte pjesë e organizatës Mavi që ka vrarë 2 ushtarë shqiptar. E me qënë se këto dita i ka dalë sërish, unë sot të shoh në sy e të sfidoj. Për ligj e për kanun, për ade e për flamur, qohu dhe kërkon ndjes ndaj shqiptarve, veçanërisht ndaj shqiptarve të çamërisë, të cilët për herë të disajt nga përzgjedhjet tuaja personale u akuzuan si të ishin bashkëpunëtor të nazizmit. Keni sjell për 3 mandate resht në këtë kuvend me pateric njerëz që s'kan asnjë vot. Keni mbështetur njerëz të cilët cënojnë integritetin territorial të këtij vendi. Prandaj të shoh në sy dhe të sfidoj, çohu dhe kërkon ndjes. Fjalën e ka zoti Tauland Balla. 10 minuta. Spari